Si të qetësoni dhimbjet e veshit në kushte shtëpie? Nëse jeni duke u ballafaquar me një dhimbje të veshit, nuk jeni të vetmit. Dhimbja e veshit është një nga arsyet më të zakonshme që ne shkojmë tek mjeku çdo vit, por mund të jetë simptome e infeksioneve ose një sëmundje ekzistuese. Në shumicën e rasteve, dhimbja e veshit nuk është e rrezikshme. Arrallë është shenja e sëmundjeve të rënda, trajtimi varet nga shkaku, por ju mund të aplikoni disa metoda shtëpiake. Ja si mund të qetësoni dhimbjet e veshit, të cilat mund ju kapin gjatë natës dhe t'i lehtësoni në kushte shtëpie. Aplikoni diçka të ngrohtë ose diçka të ftohtë. I ftohti mund të zvogëlojë dhimbjen dhe inflamacionin, ndërsa nxehtësia relakson muskujt tuaj dhe përmirëson rrjedhjen e gjakut. Ngrini kokën lart. Kjo mund të ndihmojë në lehtësimin e presionit brenda veshit tuaj. Përdorni disa pika veshi pa recetë. Pyesni ekspertin shëndetësor se cili lloj është më i mirë për studiuesit dhe mund të përdorni pika veshi nëse keni dhimbje. Nëse keni komplikacione, duhet të adresoni me patjetër tek mjeku juaj.